Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka propozuar për miratim rezolutën në lidhje me procesin gjyqësor për dhomat e specializuara në Hagë. Për ta shqyrtuar këtë propozim rezolut, duhet bëhet shmangja nga afati parapar me nenin 52, paragrafi 1 rregullorës së Kuvendit që përcakton se materialet u shpërndahen deputetëve së paku 2 ditë pune para mbajtjes së seancës plenare. Kuvendi me propozim të së paku 6 deputetëve vendos me 2/3 e deputetëve të pranishëm për shmangjen nga afatet procedurale të rregullorës. Shmangja mund të bëhet ku nuk bien kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë rast ftoj përfaqësuesin nga grupi parlamentar i PDK-s që ta bëj propozimin që shqyrtimi propozim rezolutës të bëhet me shmangje nga afati procedural i parapar me nenin 52 paragrafi 1. Zoti përparim Gruda. Zonja Kryetare, faleminderit shumë, nderuar kolegë deputet, anëtar të kabinetit qeveritar, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, kërkojmë që në përputhje me rregullorën të bëhet një shmangje nga afatet procedurale dhe të futet materiali i rezolutës propozuar për shqyrtim dhe votim në këtë seancë. Ju ftoj gjithëve që ta votoni këtë ndryshim. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Gruda. Atëherë konstatoj se në sallë janë të pranishëm 101 apo 109, sepse po ka lëvizje të deputetëve. 110. Në sallë janë të pranishëm 110 deputet, plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, pra vetëm sa i përket shmangjes fillimisht nga rregulloria e Kuvendit. Kush është për? Atëherë për kanë votuar 101 deputet, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Prandaj konstatoj që me 101 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi shmangjen nga afati procedural i parapar në nenin 52 paragrafi 1 rregullorës punës së Kuvendit. Tani ftoj përfaqësuesin e propozuesit të mocionit nga radhët e grupit parlamentar PDK që ta paraqes para deputetëve tekstin e propozim rezolutës. E nderuar kryetare e Kuvendit, nderuar kryeministër, nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, nderuar deputet, dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Jam sot këtu për të paraqitur tekstin e rezolutës, i cili para disa muajsh është sponsorizuar nga një grup profesorësh dhe intelektualësh dhe është deponuar në formën e një peticioni pranë Kuvendit Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës vetëm e ka marrë këtë tekst, e ka diskutuar me grupe tjera parlamentare dhe ka marrë mbështetje për ta sjellur në Kuvend dhe unë më lejoni që ta lexoj. Siç e dini, ka pas shqetësime serioze mbi procesin që po zhvillohet në Hagë, mbi shkeljet ligjore dhe shkeljet kushtetuese që kanë ndodhur atje. Dhe ky Kuvend, siç dihet, është themeluesi i gjykatës speciale. Prandaj mendoj që i takon këtij Kuvendi dhe gjithë ne kemi vlerësuar që i takon këtij Kuvendi të mbajë një qëndrim karshi këtyre zhvillimeve dhe në vijim unë do ta lexoj fjalë për fjalë tekstin e rezolutës duke kërkuar në fund votën e gjithë juve. Kuvendi i Republikës Kosovës në mbështetje të nenit 65 të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe nenit 3 të rregullorës punës së Kuvendit të Kosovës në seancën plenare mbajtur me 12 shkurt të vitit 2026, miraton këtë rezolut. Duke rikonfirmuar përkushtimin e plot Kuvendit për respektimin e rendit kushtetues, përfshirë amandamentin numër 24 të Kushtetutës së Republikës Kosovës për themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Duke rikujtuar qëllimin e këtij amandamenti dhe për kushtimin e Republikës Kosovës për të adresuar akuzat e pabazuara që burojnë nga raporti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të datës 7 janar 2011, të cilat as pas një dekade hetimi ndërkombëtar nuk përbëjnë bazë për të përfshirë
në akt akuzën e ngritur kundër udhëheqësve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duke shprehur besimin e plot në vlerat të ushtrisë çlirimtare të Kosovës si pjesa më sublime e historisë tonë të javdishme, mbi të cilën qëndron Republika jonë dhe duke nderuar sakrificën e burrave dhe grave të Kosovës për lirinë dhe pavarësinë e saj, siç nënvizohet në deklaratën e pavarësisë së Republikës Kosovës. Duke theksuar përkushtimin tonë të plot për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, ndarjes të pushteteve dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor, të sankcionuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe standardet e njohura ndërkombëtare. Duke theksuar përkushtimin tonë të plot për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut të mbrojtura me Kushtetutën e Kosovës, Deklaratën Universale për Drejtat e Njeriut, Paktin Ndërkombëtar për Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventën Evropiane për Liritë dhe Drejtat e Njeriut. Duke vlerësuar të domosdoshme që të ritheksohet detyrimet që rëndojnë mbi dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, ashtu si dhe mbi çdo institucion tjetër të Republikës Kosovës lidhur me zbatimin e standardeve dhe parimeve kushtetuese për administrimin e duhur të drejtësisë, Kuvendi i Republikës së Kosovës në kërkon nga dhomat të specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që përmban standardet më të mira ndërkombëtare lidhur me procesin e drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar gjithashtu parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit në drejtësi. Kërkon nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që në ushtrim të funksionit të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, përfshirë dhe detyrimin për të zbatuar me besnikëri standardet që burojnë nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për liritë dhe drejtat e njeriut. Kërkojmë nga ombudspersoni i dhomave specializuara përgjegjës ekskluziv i cilit kërkojmë nga ombudsmani i dhomave specializuara përgjegjësia ekskluzive e cilit për dhomat e specializuara buron nga Kushtetuta e Republikës Kosovës që të veproj me paanësi të plot në ushtrim të këtij funksioni në përputhje me detyrimet e tij kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare të zbatueshme për dhomat e specializuara. Në pikën 4 kërkojmë nga shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit specializuar në Hag që gjykata të operoj në bazë të ligjeve dhe Kushtetutës Republikës Kosovës, e cila në brendin e saj ka standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuar të Kosovës duhet marrin përgjegjësi për shkeljet që ndodhin atje. Nën 5, inkurajojmë gjitha shtetet demokratike të bashkohen në thirrjen tonë për respektimin e plot të standardeve ndërkombëtare për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, standarde që burojnë nga tradita kushtetuese e shteteve demokratike dhe akteve të rekomanduara të miratuara nga mekanizma ndërkombëtar, duke përfshirë për pa kufizuar në Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Këshillin e Europës dhe Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Në 6, inkurajojmë mekanizmat monitorues për respektimin e drejtave dhe lirive të njeriut të organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare ndërkombëtare dhe vendore për monitorim të shtuar të pajtueshmërisë së funksionimit të dhomës së specializuar dhe zyrës së prokurorit specializuar me standarde ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut dhe procesin gjyqësor të drejtë dhe raportimin eventual të shkeleve që mund të ndodhin. Në pikën 7, konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin për sigurimin e gjitha mekanizmave, përfshirë ato të financimit në mbështetje të drejtave dhe mbrojtjes së udhëheqësve të luftës sonë çlirimtare para zyrës së prokurorit specializuar dhe dhomës të specializuar. Në 8, konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin e plot për ndërmarrjen e gjitha veprimeve
për afirmimin e vlerave të luftës së ushtrisë sirentare të Kosovës dhe historisë mbi të cilën është ndërtuar Republika e Kosovës. Të nderuar deputet, ky është teksti i rezolutës në emër të grupit parlamentar PDK-s, po të gjitha grupeve tjera që kanë marrë pjesë në procesin e sjelljes së këtij teksti këtu dhe të atyre profesorëve intelektualëve që kanë marrë pjesë në hartimin e këtij teksti, kërkojmë mbështetjen e juaj nga të gjitha partitë politike për tekstin e rezolutës. Zonja kryetare, faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar deputet. Për të sqaruar, ne kemi diskutuar këtë rezolut në kryesinë e kuvendit. Pra në mbledhjen e kryesisë së kuvendit kemi pas dakordim nga gjitha grupet parlamentare, natyrisht përjashto këtu listën serbe, të cilët edhe siç po e shihni nuk janë në sallë. Po ashtu ka pasur një takim me përfaqësues të grupeve parlamentare për të diskutuar. Prandaj duke pasur parasysh që ka pas një konsensus që kjo rezolutë të votohet nga grupet parlamentare, po vazhdojmë që ta procedojmë pra për votim. Pra kërkohet deklarimi me votim, po e shoh që përfaqësuesja, shefja e grupit parlamentar të LDK-s po e dëshiron fjalën, zonja Lushaku. Faleminderit kryetare, të nderuar deputet. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës e mora fjalën për të shprehur mbështetjen për këtë rezolut, por njëkohësisht për të bërë edhe propozimin për një pikë shtesë, e cila do të shkonte pas pikës 4, e që është me këtë tekst. Kjo rezolut kërkon nga të gjitha institucionet e rendit dhe ligjit të Republikës së Kosovës, si dhe inkurajon mbështetjen ndërkombëtare për intensifikimin e përpjekjeve drejt zbardhjes së plotë të gjitha vrasjeve të pazbuluara të ndodhura gjatë dhe pas periudhës së luftës në Kosovë, me qëllim që të sigurohet drejtësia për të gjitha viktimat, të zbardhet e vërteta dhe të fuqizohet shteti i së drejtës mbi parimet e paanësisë dhe barazisë para ligjit. Faleminderit. Faleminderit. Po shoh që nga PDK-ja, grupi parlamentari i PDK-s, dëshirojnë ta marrin fjalën. Sipas asaj që u tha në foltore, rezoluta është propozuar kështu siç është propozuar përmes peticionit, është punuar nga ekspertët, prandaj zoti Gruta, ju lutem. Faleminderit kryetare, për sqarim, siç e thash fillim, ky është një tekst i sjellur nga një grup i profesorëve mbi 300 antar që janë deponuar si peticion në Kuvendin e Kosovës dhe nuk është një tekst i hartuar nga partitë, vetëm ka pas një dakordim. Dhe ajo që rezoluta synon të bëjë është që të kërkoj që atë për çka ka votuar Kuvendi i Kosovës, pra të ketë një gjykatë që zbaton standardet evropiane dhe Kushtetutën e Kosovës, të ndodhë, kështu që mendoj që është e pamundur të bëjmë ndonjë ndryshim, sepse nuk është tekst i ynë, është një tekst që vetëm e kemi mbështetur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Urnoni zonja Lushaku. Dëshiroj vetëm të them që edhe ky tekst është tekst ekspertësh dhe ne mendojmë që edhe ky formulim është në dakordim të tekstit të përgjithshëm të rezolutës, andaj do të dëshirojmë që ta kishim pjesë të saj. Për sqarim, tekstin e rezolutës e kemi pranuar sot dhe analizën e kemi bërë si grup parlamentar edhe me ndihmën e ekspertëve tonë, prandaj konsiderojmë të rëndësishme që kjo pikë të përfshihet. Faleminderit. Faleminderit. Unë edhe njëherë po theksoj që ne kemi diskutuar në kryesi, pastaj ka pasur edhe një grup. Kuvendi i Republikës së Kosovës është vendi ku duhet të bëhet debati, do të kemi mundësi të tjera, do të flasim për shumë çështje, përfshirë edhe vrasjet politike të pas luftës. Prandaj duke pasur parasysh që jemi në rrethana të tilla, unë jam e detyruar që të vazhdoj dhe të procedoj me votim. Prandaj në sallë janë të pranishëm 102 deputet, plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për këtë rezolutë që është propozuar nga zoti Gruda? Kush është kundër?
Kush abstenon? Presim sekretarin që të na njoftoj për votat. Atëherë me 90 vota për, 1 kundër, asnjë abstenim, konsideroj që rezoluta është miratuar. Vazhdojmë me